të forcës së sigurisë Kosovës me një panel ftuarish që janë kryesisht në fakt ekspert sigurie, por përpara se të dalim tek ky zhvillim, sapo kemi marrë një lajm të fundit në redaksi, ka pasur të shtëra me armë që janë dëgjuar në fakt pak qaste më parë në qendër të Podujevës. Sipas informacioneve të para, disa persona kanë mbetur plagosur dhe janë parë të shtrirë në shesh, mirë po dyshohet edhe për të vdekur. Në vend të ngjarjes ka dalë në fakt policia e Kosovës, njëjtë ka vepruar edhe redaksia e lajmeve këtu në Klan Kosova, tashmë është nisur ekipi. Këto janë pamjet, pra pak a shumë kështu duket sheshi në qendër të komunës Podujevës, ndërkohë që Klan Kosova .tv ka kontaktuar edhe me policinë, por deri më tani nuk kanë marrë asnjë njoftim apo komunikim zyrtar lidhur me ngjarjen. Sapo të kemi gjitha informacione, natyrisht do i trajtojmë live këtu në program, por me që Armend Halimi, ekspert siguri, është këtu sot për të folur për diçka tjetër, në fakt për lajmet mira për sigurinë dhe forcën e sigurisë Kosovës. Mirë që je këtu për të folur edhe për këto ngjarje që po përsëriten çdo ditë. Mirë se vjen fillimisht Armend. Faleminderit për këtë. Në mes të ditës, në mes të qytetit. Vrasja e 10 në qarkun e 30 ditëve. Humbja e 10 e jetës në qarkun. Nëse konfirmohet një gjë e tillë, sepse akoma nuk dimë nëse ka të vdekur. Nëse konfirmohet një gjë e tillë. Fatkeqësisht po vazhdojmë të raportojmë për raste të tilla, edhe pse vitet paraprake 2024-2025 ishin premtuese për rënje të kriminalitetit përgjithësi në këtë drejtim edhe të numrit të vrasjeve. Mirë po, siç shohim, vetëm gjysma e parë e këtij viti ka arrit shifrën për 10-ra, çka bën që kjo dukuri të vazhdojë të jetë në shqetësuese dhe të merret seriozisht nga institucionet shtetërore, trajtohet si çështje sigurie për të ndërmarrë masa që u takojnë në aspekt preventiv dhe represiv, masat e cilat dojnë koment të gjërë në gjitha fushë. Por një rast si ky, kur ndodh në mes të qytetit, në mes të ditës, kjo do të rrezikonte edhe kalimtarët aty, fëmijët, shitësit, ambulant, kurdo që mund të jetë. Vrasjet kur vuhen si qëllim, natyrisht nuk zgjidhet edhe vend, mund të jenë edhe vrasje spontane, pa planifikim, mund të jenë edhe qëllimshme, zënje pritje kështu me radhë, çka nuk na jep të drejtën të paragjykojmë pa pas informacionet nga se rastjeve sa ka ndodhur para pak minutash. Mirë po trajtuar si dukuri në përgjithësi, pra. Si dukuri në përgjithësi e kena vrejtë edhe një detaj tjetër. Ka disa periudha të vitit kur është më e shprehur si dukuri. Po. Pse ndodh kjo? Për shembull, na e kena vrejtë gjithmonë në ngritjen e temperaturave, ngritet edhe numri i krimeve, të paktën të kësaj natyre, pra të vrasjeve dhe konflikteve. Në aspekt kriminologjen, domthonë trajtohen edhe në aspekte teorike të ndryshme, tendencat e kriminalitetit, ku ndërlidhen përveç ambientit edhe kushtet klimatike të cilat e karakterizojnë një vend, bëjnë që edhe personat e caktuar të jenë në ndikim të tyre, për të... Dhe tashmë Halimi, të disa presim dhe Bidrelezin, bashkangjitës dhe Qollakun, më lëni ta falenderoj fillimisht për prezencën. Qollaku, kthehemi vetëm pas pak tek tema për çfarë ju kemi ftuar. Faleminderit shumë për mirë kuptimin tuaj. Unë shoh detaje që tashmë kolegët tanë gazetar nga edhe mediat të tjera tashmë po hulumtojnë për rastin. Pra gjithçka duket se pra deri tani merret vesh se janë 3 plagosur dhe gjithçka duket ke qenë një konflikt familjar në Podujev, ndërkohë që vazhdojmë pra të dyshohet edhe për një të vdekur, gjë që natyrisht presim konfirmim edhe nga organet e rendit. Konflikt familjar, ne kishim pas folur për statistikat mira që shumë njerëz për konteste të ndryshme po i drejtohen gjykatave Armend, ndërkohë që kohëve të fundit, ditëve të fundit, për fat të keq shohim marrje të drejtësisë në duart të tyre. Pra, po sikur zbej besimin e institucioneve. Thënë realisht, këtë dukuri edhe kriminalitetin përgjithësi në mënyrë kronologjike kanë përcjell për kohë të gjatë, dukuria e vrasjeve me ato batica dhe zbatica të tyre, thuaj se prej pas luftës shndron e tillë, për ka mesatarja në numër të banorëve. Sa i përket aspektit të faktorëve ose shkaqeve që shpihen deri tek këto dukuri, një prej tyre, sepse ka shumë, një prej tyre është edhe aspekti i sundimit të ligjit apo drejtësisë, çka në fakt